Pjesa e ndotur, arku prej 3 kilometrash, është një prej vijave më të bukura bregdetare të zonës së Zvërnecit dhe të zonës së qytetit të Vlorës, një prej plazheve më të bukura me rër. Por në momentet që po flasim, ndotja është tejet e madhe dhe jo vetëm është një rrezik dhe një dëmtim tepër i madh për florën dhe faunën, por edhe për vetë pushuesit që pritet të vinë në ditët në vazhdim në këtë plazh të mrekullueshëm. Siç e shikoni, pjesa e ndotur është në të gjithë sipërfaqen pranë detit dhe ndotja ka vazhduar për orë të tëra. Ajo ka bërë që dje, po thot, nga që frynë kjo juga e ka marrë gjithë mazupa, nafte pa përpunuar, e ka futur brenda gjirit dhe ka ndotur detin komplet siç pam edhe andem ata në buzë detit, që ishte shumë i ndotur. Nuk ishte ndotur na një herë e parë që ishte bërë këtu, thot, një herë e parë sa kemi parë ne. Gjuna tër ky gjë që të ndotet, e mos merren masat është katastrofë. Ka hyrë edhe brenda në territorin e anijeve të peshkimit? Territorin e anijeve të peshkimit, po ti shikosh në përmol, domethënë bankina është komplet me mazup, si thon nafte pa përpunuar. Është erdhën edhe ata të mjedisit, morën mostrat tan, tu marrin masat. Tani shpresojmë që të merren diçka të paktën, se u bë herë e parë, mund të bëhet edhe shumë herë tjera. Keqja ishte se mirë që ishte, duhet ishte me kilometra e shtirë, por era e më çonte nga toka për drejt Karaburunit, domethënë të përhapej në të gjithë detin, nuk e binte të paktën te nga bregu. Ishte vërtet diçka që të vinte keq kur e shikoje, dhe po të mendoje pastaj që të bëje not në atë, nuk besoj se mund dilje do t'i gjallë nga i det. Pjesa e ndotur duket se ka ardhur nga një anije e cila ka pasur një dëmtim në afërsi të petroliferës, por pavarësisht se ka prej disa orësh nuk është marrë ende asnjë lloj mase. Nga ana e policisë ka nisur hetimet, po ashtu dhe nga ana e policisë bashkiake, për të vendosur para përgjegjësisë shkaktarin e kësaj ngjarje tepër të rëndë. Por deri në momentet që po flasim, jemi në faktin ku ndotja është mbi det dhe mbi pjesën e rërës.